Faleminderit zonja kryetare. Pas 12 vitesh kujtoheni për rinin. Po ku e keni rinin, mor zotëri? Ku është rinia? Rinia ka marrë rrugët e kurbetit. Rinia është larguar për jush sepse me politikat tuaja e keni detyruar të largohen. A e keni parë në përfshatrat e Shqipërisë, por jo vetëm. Kuks, Has, Tropoj, në Kambës, në Bathore, Paskuqan, Laknas, në Valijas, kanë ngelur vetëm të moshuar në përshpia, ju kanë ikë fëmit, ju kanë ikur djemët, vajzat, vlezrit, motrat, sepse nuk kanë mundësi të jetojnë në vendin e vetë, dhe sot ju pas 12 vitesh vini këtu e do na bëni një projekt ligj për rinin, masi e keni larguar, unë se di se ku i keni ata të ri, ku do i gjeni. Keni degraduar arsimin, e keni vjedhur arsimin. Të rit që marrojnë universitetin nuk kanë mundësi për gjetë një vend pune. O duhet paguash për të hyrë punë, ose duhet jesh i partisë, ose duhet kesh një mik. Pra nuk ka konkurrencë, mër zotëri, nuk ka merit. Një që maron shkëlqyer universitetin, inxhinier, profesor, jurist, doktor, infermier, nuk hy do të punë, poshtë se erdhi tek gjaketa e partisë, poshtë që patronazhist me shku mrapa me bo vota për ju. E kështu që ai që është me nota të mira të shkëlqyera nuk bëhet dot vasali juaj, e detyrohet largohet. Si s'ju vjen marre që 12 vjet e keni degraduar rinin në këtë farfeje. Shkoni shini se si ja keni mpirë trurin në rinis. Të rit përdorin droga masivisht në për shkolla. Në për lokale natën të rit janë gjithë, ja keni mpirë trurin duke përdorur lëndë narkotike. Nuk ka siguri. Vriten fëmijët në për shkolla. Në vend librave marrin thika. Qenë qerdhe duhet me pagu me që fëmin qerdhe, duhet me nërhyjt ai drejtori qerdhe si kopshtit, se nuk ta pranojnë fëmin, se duhet me dhanë lek a ne, lek ne. Duhet jemi transparent, duhet flasim hapur për problemet që kanë qytetarët e Tiranës, që kanë qytetarët e Kuksit, Hasit, Tropojës, Gjirokastrit, Vlorës, gjithë Shqipërisë, është e njëjta situatë për sa i përket rinisë. E vini sot e s'keni marrë, nuk ju vjen turp, vjen rinia. Ka mbaru mër zotëri, rinia ka ngel vetëm të moshuar në Shqipëri. Se me të ardhurat që marrin, edhe në një që punon, nuk i dalin të ardhurat me kalu mujnë. Po si mund të krijojë familje njëri këtu? A më thonë mu, kush më thotë? A ka mundësi njëri të blej një shtëpi me këto çmime? A ka mundësi njëri që të krijojë familje e të bëj kalamaj me këto paga? S'ka mundësi të ushqej, ti blej një lodër, ta qojnë shkollë, ta edukoj, e pastaj do t'i dyron si që shojnë fëmit në për semafore duke dale, duke kërkuar lëmosh si në kohën e, si në mesjet, mirim, kohën e migjenit. Kjo është situata, duhet të flasim hapur, që 12 vjetë nuk e keni bërë, do të vini sot, vetëm për të rrejt, për të mashtruar. 12 vjet i keni varfruar njerëzit, 12 vjet njerëzit kanë ikë. Bëhet një analizë, se kjo është edhe seanca e fundit e parlamentit. 12 vjet, qa premtoi Edi Rama para 12 vitesh? 300.000 vende pune. Ku jemi sot? Kanë ikur njerëzit. Shëndetësi falas. Shëndetësia, mjekët janë shumë të mirë, janë heroj, por ju me politikat tuaja, këta, se kam me ju këtu, se s'keni gjonë dorë, se u fshini edhe ju socialistave me këtë ligjin, se e ka kryu sektin e vetë, se s'ka socialista më këtu. Ka kryuar sektin e vetë Edi Rama, shëndetësi falas ta, e ka degraduar, s'ka përpeng nga mafja
e ilaqeve, shkapur pen nga mafja spitaleve private, mungojnë aparaturat, njerëzit vdesin nga kanceri, s'kan mundësi, një PET scanner, 1 milion euro bon. Nuk kanë mundësi për të vizituar, nuk kanë mundësi pensionistët me marrë ilaqet. E mani men mirë ju ujë 24 orë, miserabël, Shqipëria rrëthuar nga ujë, sot s'ka ujë në Tiranë. Rrugë, 20 milion euro 1 kilometër rrugë, vjedhin me tendra pa fund. Që 12 vjetë thoshin, do të ndryshojmë ligjin e tendrave, sot do të ndryshojmë nesër. Një pakici merë, biznesin e kini falimentuar, në mirim, pensionin, thoshte do të arrisim pensionin. 100.000 lek marrin pensionistët. Qa do të bëjnë me 100.000 lek? Paguajnë drita, ata ujnë, atë hajnë buka. Premtoj ullin e çmimit të energjisë elektrike, heshin e TVSH-s. Jo, i keni rrejt që 12 vjetë, i keni varfru shqiptarët, i keni larguar. Ju, qëfar i keni bërë rinis, nuk ka qeveri në historinë e Shqipërisë, ndër shekujt ja këtë bërë rinis, atë që i keni bërë ju, e keni detiruar me lanë nanën, babën të largohet nga Shqipëria. Ne kemi një program për rinin, do të zisim të rritë që të vinë në Shqipëri, të kthehen në 5 vitet e para nuk do të ketë taksa për të rritë që do të krijojë një biznes. Do nëzisim lindjet se Shqipëria po shpopullohet dhe është një politik e Edi Ramës personalisht për të shpopulluar Shqipërinë, për të na zëvendësuar me Afrikan, që të na sundoj makullaj. Edhe nxjerrën edhe ligjin për të shit tokat me 1 euro. Ne kemi një program minimumi jetik 200 euro. Jo të shkojnë disa të moshuar duke kërkuar në kazanat e plerave. Ne kemi një program që prek çdo stres të shoqërisë. Do ulim çmimin e naftës 800 në 1 litër naftë në Amerikë. A e dini sa është ajo? 80 lekë ose $800. Sa është Shqipëri? Në raport me të ardhurat skandaloze, gati 2.000 lekë, 1.730 lekë. Po në Kosovë, sa është? Po në Macedoni, sa është? Po e di si kjo naftë dikon të ka i bujku që se punon tokën. Kjo naftë dikon të a i furra e bukës që rritë çmimin e bukës. Se kjo naftë dikon gjithkun. I keni vush shqiptarve të Kosovës, Kuksit, 2 trare, 18.200 lekë. Në programin e Partisë Demokratike nuk do të ketë trarë në asnjë rrugë në territorin e Republikës Shqipërisë. Çfarë kemi ne në programin tonë? Mësuesi, se për rinin po flasim, do ta ketë pagën 1.200 euro, pedagogi më shumë, do të ketë një kartë konsumatorit që do të kthehet pensionistëve 450 euro në vit. Do ta ulim çmimin e energjisë elektrike. Ato pensionet që ju a keni heq kuksianëve, hasjanëve, tropajanëve, gjoja se kanë fituar, ku e diun se si i keni bërë, do t'u kthehen. Shtëpia që keni prish në mënyrë pa drejt në Astir, në Paskuqan, do të më shpërblehen se është jetë drejt e fituar. Shkoni shifti se si kalojnë nga shtreza, ishte prish një urë edhe Abram, Parmram, stopi. Skandal njerëzit me thasën e patateve në krah, duke kaluar me ardhë në Tiranë me shit me siguru bukën e gojës. Edhe tash i keni filluar në kamës duke u thënë, ndërtoni një kate, një këshu, se në zgjedhje, sa të barë zgjedhje Japonë si herën e parë. U thatë, bëjni shpijat, e u arrasët ka 20 milion gjop, i qutë edhe në përburgje. Ne do t'i legalizojmë shpijat në 3 mujt e parë, çdo shtëpi do të legalizohet në Tiranë. Kuks, has, Tropoj. Ju nuk e bëni dot. 12 vjetë, unë po t'isha në vendin tuaj, ju them sinqerisht, do t'isha larguar me dëshirë, do thoja shqiptarve, ne po ikim se u kemi vjedhë boll, ju a kemi vjedhë votat, se nuk keni armë pushtet me vota, ju kemi grabitur, ju kemi larguar, do ikim. Të marrë refrim Shqipëria se e keni kthyer si diktaturë. Unë jam kandidat për deputet në qarkun e Tiranës. U bëj thirrje atje në Kamës, Paskuqan, gjithë Tiranën, të gjithë komuniteteve, kuksianëve, hasjanëve, tropojanëve, dybranëve, kabzalive, shkodranëve, gjirokastritëve, vlonjatëve, gjithë qytetarëve të qarkut të Tiranës.
siç kam qenë i zoj fort të 2 vjet, kam denoncuar korrupsionin, hajdutat e kësaj qeverie, nesër në pushtet, se do të fitoj me datën 11 maj, unë do të bëj gjithçka për ju, do të mbroj interesat qoftë ju do votoni interesat tuja, dhe do të jem një garant i zbatimit programit Partisë Demokratike, luftë frontale kundër korrupsionit. Do të heqim trarët për Kuksin dhe Shqipëria do të kthehet shqiptarëve. Faleminderit.